statimit, po ka edhe matematika që po vizatohen, po kalkulohen në tabela prej kundërshtarëve politik. Çush argumentoni? Ne kena pa vazhdimisht që kjo qeveri ka jep lëmosh, do të thonë të qytetarët dhe atë ka dhënë në kohë zgjedhjeve zakonisht ose kur i ka pas interesat e veta që është dashur. Mirë, po mendoj që qytetarët janë vetëdijsuar dhe e kanë pa që nuk ka nevojë për lëmosh, por ka nevojë për një qëndrueshmëri ekonomike, domethënë, dhe kjo qëndrueshmëri ekonomike të pas parasysh inflacionin e madh që ka ndodhur, domethënë, realizohet përmes rritjes së pagave. Ne i kemi propozime cilat i ka dhënë kandidati për kryeministër Bedri Hamza, i cili është një person që është i dëshmuar në pjesën e asaj të rritjes pagave dhe të krijimit mirëqenies për qytetarët për shkak të funksioneve që i ka pas më herët, dhe mendoj që janë reale, janë të matshme, janë të kalkuluar mirë, dhe mendoj që kjo ka me qenë një qëndrueshmëri e mirë për qytetarët e Kosovës, po kjo nuk mjafton vetëm me rritjen e pagave, pastaj duhet me pas parasysh që duhet me forcu sektorët vital, që është energjia në Kosovë, na flajnë në çmër dhe sot nuk kemi domethënë energji të mjaftueshme, dhe qytetari jonë sot ballafaqohet se disha mbushtroi dikon në fushat atje dhe unal rryma për një moment. Ka ne më përshtypjen që jena para vitit 2006, kur unë kam shku në Angli, domethënë, dhe na u dash kemi mësu me qiri, me punu me qiri, po kur më kthym vitin 2011 për Anglisë, na nuk kemi pas probleme me rrymë, domethënë, ka pas një stabilitet, përveç në raste të caktuara. Kurse sot 2 dekada pas? Po, sot 2 herë që vetëm gjatë javës kaluar kësaj, po mbien se 3 herë dikon fushat me ndërprej rryma elektrike në sallat ku ne i majmë takimet. Prandaj është shqetësuese kjo, domethënë, dhe nuk mjafton vetëm rritja e pagave, por ne kemi në programin tonë edhe zhvillimin e sektorëve tjerë, sidomos pjesa e sektorit të shërbimeve dhe vendeve të reja të punës. Do t'i diskutojmë. Me neve tash është edhe Hakia Bazi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë se erdhën në Kompas. Mirë brëma. Po fillojmë kështu në general, a fitohen zgjedhjet me premtime për ekonomi, për mirëqenie, po vrejet një debat ma i shtumë për këtë sektor, sidomos në 2 palë zgjedhjet e fundit? Tash, nuk e di nëse është definitive në kuptimin a fitohen zgjedhjet në përmjet, po a do duhet ishte ekonomia, zhvillimi, pjesa qendrore e programit politik, natyrisht, sepse aty është mirëqenia, aty në vendet e punës, aty është sektori privat. Edhe konceptualisht mendoj që ekonomia e bën dallimin në aspektin e orientimit të ofertës. Tash, këtu kemi për 5 vjet një ofertë e cila është centralizuese dhe e largon Kosovën prej konceptit të demokracisë mbi ekonominë e tregut lirë, dhe e çon në një, më thonë drejtën, ndoshta dhe është shumë vështirë me përkufizu çka ka ndodhur për këto 4 vjet, po e ka kthy shtetin edhe ekonominë në një instrument të manipulimit politik edhe të mëshirës.